Ndërmi që përshëndetje mirësërish sërish në këndvështrim. Në takimin e sotëm do të flasim për kryesisht lindjen e mesme duke fokusuar te Siria. Do të flasim për Shamin profetik, për Sirin otomane dhe për Sirin deri diku moderne. Për të folur mbi këtë temë, un kam sot Hoxh Gentian Marrin, I cili është hoxh në angazhimin e tij, por në raport me Sirin ka një përvojë edhe personale, duke qenë se ka kryer studimet atje dhe ka patur një interes të veçantë dhe vazhdon të ruajë një interes të veçantë për Sirin. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Hoxh, lindja e mesme duket sigurisht e pashmangshme, çdo gjë që ndodh aty ka efekt global dhe kam përshtypjen që e tillë ka qenë gjithmonë, pra nuk është vetëm efekti I kohëve të fundit. Përse lindja e mesme kryesisht duke I kaluar kufit e Sirisë ka qenë gjithmonë kaq e rëndësishme për zhvillimet edhe politike edhe kulturore të botës. Fillimisht një rezume e shkurtër për teleshikuesit dhe ndjekësit. Lindja ka dy pjesët e saj, lindja e mesme dhe lindja e largët. Lindja e largët kuptohet që përfshin disa vende si Kina e Mëgjër, ndërsa lindja e mesme ka kufi të ndryshëm gjeografik, përgjatë historisë po flasim. Nuk po merremi tani të themi se si ishin kufit e parë, por lindja e mesme sot nuk është e kufizuar vetëm në pjesën aziatike. Pra lindja e mesme përfshin nga 13 deri në 19 shtete, pra është shtrirë nga 13 në 19 shtete. Janë vendet e Shamit që kryesisht kjo ka qenë lindja e mesme. Pra kur dikur thuhej lindja e mesme, synohenin vendet e Shamit. Pra që sot është Siria, vendet e Shamit, Jordania, Libani, një pjesë e Turqisë, pjesa kufi me Sirin dhe një pjesë e Irakut deri dhe Arabia Saudite, një pjesë që është Tebuku, domethënë, e gjitha kjo quhet Sham dhe e gjitha kjo hapësirë, domethënë, dikur quhej lindja e mesme, ndërsa pjesët tjera gadishulli arabik, pra me shtetet e gjirit që ne kemi sot, dhe duke kaluar dhe përtej, ndërsa lindja e mesme pak më moderne, jo vetëm në kohën tonë, po pak më moderne, përfshin edhe Iranin, përfshin edhe Egjiptin, madje prej tyre të cilët e kanë arritur deri në Algjeri. Pra të gjithë Afrikën Veriore kanë konsideruar lindja e mesme. Duke I qëndruar asaj lindja e mesme në termin e ngushtë, pra vendet e Shamit, më mirë themi, dhe pjesa e Egjiptit, me patjetër që kanë qenë përfshirë pjesa e Egjiptit, përse ka qenë dhe është dhe do të jetë lakmuar. Aty është zanafilla e botës. Pra qytetërimet botërore nisën aty. Dhe çfarë do thotë që nisëm? Përtej asaj domethënë interesa material sot. Nuk po flasim për interesat ndryshëm, sepse interesat ndryshëm sot në gjeopolitik mund të kemi dhe në Rusi. Shtrirje domethënë në Kanada, në treva të ndryshme. Por po flasim interesimin e njerëzve ose mahnitja e njerëzve. Pra kur flet për lindjen e mesme, ka një kryeqytet siç është Damasku, që është kryeqyteti më I vjetër I botës. Pra nis historia aty. Kur flet për lindjen e mesme, sepse lindja e mesme përfshin edhe Turqinë, fushën e Anadollit, më mirë themi në ndarjen e vjetër, përfshin edhe ishullin e Kiprës, domethënë. Përballë me Kiprën, në Siri, në qytetin Tartus të Sirisë, gjendet një ishull shumë I vogël që quhet ishulli Eruad. Më të vërtetë shumë I vogël, unë e kam vizituar për shembull atë. Pra ishulli Eruad në dhënat historike, aty është themeluar Republika e parë në tokë. Pra ato që një historie, se ndoshta mund të ketë patur dhe diku tjetër. Pra vetë lashtësia e lindjes së mesme ose zanafilla e civilizimit njerëzor bëri që në çdo kohë fuqitë e mëdha botërore, perandoritë ndryshme të kishin një vëmendje tepër të theksuar aty. Ndaj vrejmë se në lindjen e mesme, atë të ngushtë në vendet e Shamit, kemi patur gjithmonë përballjen midis Bizantit dhe Persisë. Pra dy perandorive. Herë sundonte Bizanti, herën e sundonte Persia. Madje kemi dhe rastin kur profeti Muhammed a.s. flet domethënë për përballjen e tyre dhe kemi atë kur Zoti shpalli dhe Kur'an për diçka të tillë. Fi adnal ard, përballja e tyre thotë do të jetë në tokën më të ulët. Toka më e ulët sot, e vërtetuar kjo dhe shkencërisht, është fusha e Jordanisë. Aty është bërë përballje domethënë midis persëve dhe bizantinëve. Pra duke sigurisht gjërat fillimisht ndodhin atje dhe pastaj përsëriten në botë. Kështu që kush e zotëron atë
kush e zotëron atë rajon kryesisht zotëron në farmyre edhe forcën e botës. Me patjetër. Domethënë çdo perandori niset nga kjo. Niset që nëse do të sundojmë lindjen e mesme, do të kemi sundim mbi lindjen e mesme, do ta kesh shumë më të lehtë botën pastaj. Madje në 1878-ën, në ato që njihet ndryshe si mbledhja e Kipros, kuptohet që perandoria osmane ishte drejt rënies, kishin nisur lëshimet e ndryshme dhe aty u dha drita jeshile që Anglia të sundonte vendet e gjirit, thon ndryshe, vendet e gjirit. Mirë po, sundimin e vërtet kërkonin diku tjetër. Pra aty ku Anglia, për shembull, dy perandoritë europiane, Anglia dhe Franca kërkonin të kishin ndikimin e tyre mbi tokat e Shamit ose lindjen e mesme, që nisën dhe i ndan. Ti do marrësh, unë do të marr Sirin për shembull, si rasti i Francës, mori dhe pjesën e Libanit, ndërkohë që Anglia merrte Palestinën, merrte Jordaninë, merrte një pjesë të Irakut, nën administrim e quanin ato, por këto ishin pushtime, domethënë. Pra përse i synonin, edhe në kohët moderne, përse i synonin se gjithçka nis aty. Pra nuk është vlera tek njeriu vet ose tek toka vet, por këtu është zanafilla e njerëzimit. Pra po e arrit atë, e ka arritur gjithçka. Pra është një lloj, në një familje ke babain, ke dhe djalin. Gjithmonë kur bëhet fjalë për shtëpinë, babai e ka ndërtuar vetë. Pra ajo është shtylla e civilizimeve. Dhe kur nis djali ka një model. Pra kur don të ndërtojë një shtëpi ose kur don të menaxhojë jetën, ka babain e tij, ka modele. Kështu që lindja e mesme është model për njerëzimin. Sot kemi civilizime të ndryshme patjetër, ne nuk po themi se lindja e mesme është modeli i civilizimit sot, zhvillimit botror. Nuk e themi as pak. Po të gjithë kërkojnë rënjët atij, po kur duan të krijojnë ose të shfaqin identitet të tyre, të gjithë thonë se kemi rënjë atij. Ndërkohë, edhe në historinë islame kam përshtypjen që në thëniet e ndryshme profetike, Shami ka një status të veçantë. Pra, edhe pse civilizimi islam ushtri në të katër anët e botës, prap duke sikur ngritja dhe rënja e këtij civilizimi matej me forcën dhe me stabilitetin në Sham. Pra, përse edhe në këtë po themi profeci, Shami është zemra edhe e civilizimit po themi islam. Shiko, profeti alayhis salam e synoi domethënë ta merrte Shamin. Motivoi besimtarët me patjetër, sepse ai vetë personalisht nuk e jetoi ato që ne i themi si çlirimi i Shamit ose përfshirja e Shamit në hartën e sundimit islam, të shtetit islam. Fillimisht mori Yemenin. Pra Yemeni ishte një tjetër perandori që kishte patur bota, domethënë. Mori Yemenin, në sundimin e shtetit të tij u përfshi Yemeni. Nisi një ushtri nën komandën e Usamet ibn Zeid, por që profeti alayhis salam domethënë ndroi jetë pa u nisur kjo ushtri. Më pas në kohën e Umar ibn al-Khattabit bëhet dhe çlirimi i Damaskut. Dhe ne i themi gjithmonë këtyre çlirim sepse nuk kemi të bëjmë me një pushtim, por kemi të bëjmë me drejta që i ofrohen këtyre njerëzve, ku gjithsej i cili ruan pronën e tij dhe vetëm administrimi, pra shteti, kalon në administrim të dikujt tjetër. Dhe kemi një fragment shumë të bukur, vendet e Shamit ose Siria është marrë pa luftë, pra nuk është luftuar në të. Dhe arsye sepse ata jetonin, domethënë vendet e Shamit jetonin një pushtim bizantin. Duke qenë se bizantinët të lodhur dhe nga luftrat me persët, me patjetër, u dorëzuan dhe u tërhoqën. Këtu muslimanët domethënë e morën vendin pa luftë. Mirë po mbërriti lajmi se në Irak po organizohenin sërish bizantinët. Pra për t'ia mësyer edhe një herë tjetër Shamit ose perandorisë që tashmë ishte në rritje e sipër. Dhe komandanti i kësaj ushtrie që ishte Khalid ibn Walid mbledh parinë e vendit dhe thot: urdhëroni taksën e xhizjes që ju keni paguar domethënë për ofrimin e shërbimit të mbrojtjes. Ne nuk ju garantojmë tani më mbrojtje sepse na duhet të dalim nga Damasku dhe drejtohemi për në Irak për të përballur me këtë perandori. Ata jo vetëm që nuk e morën,
domethënë vendasit nuk e pranuan rikthimin e këtyre taksave, por i kërkuan Khalid ibn Walid të bënin pjesë e ushtrisë së tij. Arsye sepse e gjetën veten e tyre tek drejtësia e Islamit. Ndaj dhe këtë domethënë ne e quajmë gjithmonë si çlirim. Pra ndryshe nga nëse ndalim pak këtu, ndryshe nga ato po themi regjime, nëse mund të quajmë kështu, të cilat e kanë sunduar atë vend artificialisht, kryesisht për ta shfrytzuar, Islami duket sikur ka qenë natyrshëm aty, duket sikur ka qenë po themi në vendin e vet dhe ata njerëz se pas kanë mipritur, po dhe janë bashkangjitur këtyre vlerave natyrshëm, edhe duke ruajtur një fenë krishtere në këtë rast. Meraku kjo vlen dhe për dëgjues, për shikuesit, meraku i shumë personave të cilët nuk i përkasin domethënë besimit islam, ishte frika se çfarë do të ndodh me objektet e kultit tyre, me fenë e tyre, me përjetimin e fesë tyre publikisht. Ky ishte meraku. Kur e pan se asgjë prej kësaj nuk cënohet, dhe ke argument për këtë ti sot po të shkosh në Damask. Po flas për Damaskun, domethënë që unë e kam shëtitur të gjithin. Në Damask është shumë normale që të kesh një xhami shekullore dhe të kesh një kish që i ndan vetëm një rrugë 4 metrore, rrugë lagje, domethënë një kish akoma më shekullore se sa vetë xhamia. Pa ata jotën që nuk i prishin kishat, por se kishin një farë detyrimi që t'i ruanin këto. Për këtë arsye i kthyen dhe pagesën e xhizës. Me patjetër jetojnë dhe sot e kësaj dite, domethënë jetojnë këtë formë. Dhe këtë mund të quaj harmoni fetare. Pra që i krishteri jeton si i krishter ose një besimtar i X besimi, sepse nuk ka vetëm të krishter, ti ka besime të ndryshme, ka dhe hebrej. Dhe hebrejt domethënë po flasim nga 1948 që ne si musliman kemi një alergji jashtëzakonisht madhe kërshi tyre për ato që kanë bërë në Palestinë dhe kundër njerëzimit. Atje ka një sasi të konsiderueshme hebrejsh që jetojnë të lirë në atë vend. Ushtrojnë besimin e tyre të lirë, kanë dhe sinagogat e tyre të lira. Pra, kjo frika se mos ndoshta na cënojnë besimin nuk ndodhi kurrë. Nuk ekzistoi kurrë kjo frikë. Ndaj dhe natyrshëm, gjërat rrodhen natyrshëm. Ai që dëshiroi të jetonte në besimin e tij dhe Siria dhe sot e kësaj dite ka mbi 12% të krishterë. Mbi 12% të krishterë. Ka dhe besime të tjera, pra muslimanët janë diku më shumë se 70%, po ka dhe besime të ndryshme, domethënë të tjera. Pra, kjo bëri që unë ndjen të qetë dhe nga këtu nisi fuqizimi i shtetit. Të jemi të drejtën, pjesa tjetër, ajo që ishte gjiri persik, nuk ishte asnjë lloj civilizimi. Ose ai civilizim që ishte atje ishte jashtëzakonisht i pakët, ndërkohë që këtu jeta ishte organizuar, tregu ishte i organizuar, mënyra e jetesës ishte gjithçka të ofrohej. Nga këtu nisi ndërtimi i shtetit islam. Më shumë se sa kaq u zhvillua kur në hartën gjeografike të shtetit islam u shtua dhe Persia. Aty domethënë ishte dhe bumi i civilizimit islam. Pra nëse po flasim se të njëjtin shembull, Omejadët e zhvilluan në Andalus, në Andaluzi, në Spanjë. Pra po të shohësh edhe mënyrën e ndërtimit, pra karakteristike komplet damaskiene, pra ndërtimi Omejad që ishte përdorur domethënë në Damask, të njëjtin e zhvilluan në perëndimin e largët, domethënë ajo ishte epiqendra e civilizimit, e cila pastaj i përhapi, po themi, dijet, zhvillimin edhe shkencor, edhe kulturor, edhe fetar në të katërt anët e botës. T'japim një shembull konkret për këtë. Abdurrahman el-Dakhili, ose Abdurrahman i parë, ai që themeloi shtetin modern në Andaluzi, që ishte i arratisur nga Damasku, pra kërkohej, sepse dinastia Abaside kërkonte kokën e tij si një rrezik për pushtetin, kur e ndërtoi shtetin ndër shtetet më të fuqishme, pra në Andaluzi, kur e ndërtoi shtetin e tij, i mori të gjithë ekspertët nga lindja që e zhvilloi domethënë arsimin dhe fushat e ndryshme. Dhe ajo që të bën përshtypje në jetën e tij, pra shiko, me gjithë ato që arriti, me gjithë ato që ndërtoi, thot mori një palmë. Palma që është e vërteta nuk është simbol në vendet e Shamit, është më tepër simbol në vendet e Gjirit. Bëhet aty, realizohet, jep fruta normalisht, sepse kemi klimë mesdhetare, por qefin e ka më tepër, origjinën e ka atje. Thotë dhe ndërtoi, mbolli një palmë. Dhe shpesh herë thot kur donte ta ngushëllonte veten, ulej përbri palmës dhe thonte: "Ah, moj palmë, ti dhe unë
jemi të ngulur në një tokë jo tonën këtu. Pra, kjo klimë për ty nuk është e përshtatshme, por dhe unë që kam ndërtuar gjithë këtë perandori, sytë e tij ishin gjithmonë ishin nga lindja, edhe pse nuk e synoi kur rikthimin, pra nuk kërkonte gjakderdhje, ama ai mraku dhe ngushëllimi ishte tek Damasku. Pra duke sigur Damasku veçanërisht Shamin përgjithësi është shtëpia e botës. Ndërkohë këtë status e ka ruajtur pastaj edhe gjatë perandorisë osmane, dhe këtë status madje e ruajti dhe në kohë të vështira kur po themi shumë boshte civilizuese po lëviznin, dhe kujtoj këtu ku shumë familje shqiptare gjetën stre në Sirinë, po themi e shekullit të 20, ku për tyre kemi emra të mëdhenj si Nasruddin Albani, Sheikh Shuaib Barnauti, Suleiman Gavoxhi e shumë të tjerë. Çfarë ofronte Siria e shekullit të 20 ku po themi më së tepërmi ishte e dëmtuar dhe ishte rënuar perandoria osmane, ku këtë fat do e kishin gjithë po themi rajonet që e ka patur. Përse zgjodhen që të strehoheshin në këtë vend? Çfarë i ofronte Siria po themi kësaj shtrese në atë kohë? Ato që e bën të bukur një vend është njeriu, është dora e njeriu, është fryma e njeriu, është optimizmi i njeriu, dëshira e njeriu për të bërë mirë, domethënë e para. Për perandorinë osmane në ato vise, personalisht kam ato rezervat e mia në pjesën e investimit administrativ. Pra kemi të bëjmë me një shtet që më shumti fokusohej vetëm t'i ofrojmë sigurinë dhe vetëm kaq, ndërsa investimet themi drejtën kanë qenë të pakta. Nëse vizitojmë Damaskun, pjesën e Damaskut vjetër, shtëpitë e Damaskut vjetër janë të lidhura që të gjitha me një rrjet ujësjellsi të kohës, kuptohet, jo modern. S'po flas për modernin sot, por të kohës. Dhe ujësjellsi i Damaskut, edhe sot e kësaj dite, vjen nga një burim që quhet Figje, që ka një largësi me qendrën e Damaskut, me Damaskun e vjetër, prej 48, 50, 52 kilometrash. Domethënë aq është larg burimi. Dhe nga ky burim pastaj vjen dhe një lumë që quhet Neher Barada. Damasku ka disa lume, porrej do thoja më mirë, porrej, domethënë ka 7 porrej të tij që i quhen lumej ato, por nuk janë lumej të madhësisë së madhe, ku një prej tyre është ky që quhet burimi i Figjes. Pra siç kemi në burimet ndryshme nëpër qytetet tona, do kanë burimin e Figjes. Ujësjellsi i Damaskut i para 200 viteve, pra atëherë ku nisi zhvillimi ndryshe, pra ndryshe ku njerëzit domethënë kishin një pus tek shtëpia, tashmë ishte nevoja e ujësjellsit, nuk u ndërtua nga shteti, por u ndërtua nga tregtarët e Damaskut dhe shkonte shtëpi më shtëpi dhe ishte ndërtuar dhe ruhet akoma dhe sot e kësaj dite që ne po flasim. Dhe ishte i ndërtuar në atë formë, domethënë që tu shërbente të gjithëve pa e ndotur ujin. Pra ishin bërë 2 kanalizime, të gjitha këto nëpërmjet një sistemi guri. Pra jo thjesht një rrjedhje e drejtë, por një sistem guri kur ti përdorje larjen, pra ai që do të ishte ndryshe si uji i ndotur, ishte një kanal në vete dhe këto bashkohenin pastaj ujërat e ndotur ose që ishin përdorur dhe kalonin në fushat e gutas të cilat i përmend profeti alayhi salatu wasalam, domethënë në hadithet e tij të ndryshme, dhe atje ishte dhe hambari i Damaskut në prodhim. Pra sepse shkonte për vaditja dhe sot e kësaj dite. Guta është shumë pak e ndërtuar, domethënë ka më tepër shtëpi private. Pra nga këtu, me këtë dua të them që ishte njeriu që e bënte të bukur atë vend. Por këta njerëz, çfarë i ofronte Damasku ose çfarë i ofronte Siria? Ajo që i ofronte Siria, profeti alayhi salatu wasalam pati thënë domethënë në hadithet e tij për Damaskun, ndodhet një qytet emri i cilit është Damask, sepse profeti nuk e ka vizituar, maqilul muslimina min al fitan, që është i mbrojtur nga turbullirat e ndryshme, nga përçarjet e ndryshme. Dhe unë kam dëgjuar personalisht Sheikh Abdul Qadir Arnautin ose Kadri Sokolin, zoti mëshirof, ku përcillte, ai normalisht që ka emigruar i vogël në moshën 3 vjeçare, nuk është se e mban mend ka kujtimet e tij. Ka emigruar familja e tij. Po, familja e tij, babai, domethënë, dhe thotë që kur kanë emigruar për herë të parë shqiptarët, po flasim për emigrimin nga viset tona, nga Kosova, nga Shqipëria. Nuk po flasim emigrimet e viteve 1800, se në 1800 janë instaluar për herë të parë shqiptarët aty, po kemi të bëjmë me periudhën e Muhamet Ali Pashës në Egjipt,
ishte një periudhë që Egjipti sundoi Sirinë për një 5 vite. I dha zhvillim dhe shqiptarët të cilët ishin zhvendosur u pëlqeu jetesa dhe aty datojnë 100 familjet e para shqiptare në Siri, nuk po themi vetëm në Damask, po në Siri, sepse janë të shpërndarë në treva të ndryshme. Ndërsa këta të cilët pas viteve 1900, të cilët kishin arsyet e tyre për pjesën e Kosovës, lufta me serbët, pjesa e Shqipërisë ishin bindjet fetare, pastaj që Shqipëria po shkon drejt një civilizimi antifetar, pra ashtu ishte konsiderata, u zhvendosën për në Damask dhe Sheikh Abdulkadir tregonte thotë kur shqiptarët kanë ardhur në Damask, kanë mbritur në Damask, thotë i kanë hequr, i kanë zbathur këpucët e tyre dhe i mbanin në dorë se thonin kjo është tokë e bekuar, siç e përmend Zoti xhelal në Kur'anin familjar, sepse Shami konsiderohet tokë e bekuar e gjitha, domethënë me shtrirjen e saj. Pra jo lindja e mesme, por Shami si Sham, thotë dhe i mbanin në dorë se thonin nuk duhet në tokë të bekuar të shkelim me këpucë. Thotë kur pan vendesit pastaj që ata rrinin si të gjithë të tjerë, domethënë me këpucë, nisën dhe u normalizuan. Pra kishin dëgjuar për Shamin, patjetër, vizioni ishte i qartë ku do shkojnë. Ndryshme që ka një status të veçantë, po themi edhe në shenjtërinë e tij, nëse mund të themi kështu, në begatinë e tij. Emigrim fetar, sepse mund të ishin mjaftuar duke shkuar deri në Stamboll. Por ishte emigrim fetar, sepse Turqia tashmë u shite si një Turqi moderne antifetare, po themi, nuk përbën ndonjë problem që të jesh modern në Islam, madje ashtu duhet të jesh, po antifetare. Ndaj emigrimi drejt Shamit, drejt vendeve të Shamit ishte një emigrim totalisht fetar, pra synonin fenë e Zotit, ta jetonin lirshëm, ta jetonin në mënyrë kolektive, sociale, domethënë shoqërore. Dhe atës e jeton edhe sot e kësaj dite shumë normal ti në Damask. Askush nuk të paragjykon, askush nuk të cënon, ti mund të jesh i çfarëdo lloj besimi. Pra nuk ndihesh i huaj, nëse mund të themi. Sepse gjithmonë është ky, do të themi, kjo barriera kur shkon diku që nuk është vendi jot, nuk është gjuha jote, sa i huaj do ndihesh dhe sa do zgjas, po themi, ai integrimi. Sepaku këta emra që përmendëm ne, jo vetëm që u integruan në atë shoqëri, po u bën dhe emra të mëdhenj që e kaluan dimensionet. Lider, ishin lider në shkencat të ndryshme islame. Pra sa po themi sa i veçantë ka qenë Damasko kryesisht dhe Siria në përgjithësi në aspektin e dijes, duke qenë se kam përshtypjen që ka qenë një djep vazhdimisht i dietarëve, i mendimtarëve, i zhvillimit të mendimit. I lirë, për të kuptuar gjithmonë një popull duhet të shohim traditat deri edhe në të folur, edukatën në të folur. Nëse ti bisedon me një sirian, po flasim një sirian në Siri, dhe ai të pyet dhe të thot nga je, dhe ti thua që jam i huaj, domethënë nuk dëshiron ti flasësh për më gjatë, po i thua jam i huaj. E di cila është përgjigja? I huaj është vetëm shejtani, thot. Pra ti nga këtu ndjehesh aq i sigurt, aq i qetë, sa nuk të duket vetja as pak i huaj në atë vend. Pra je i mirë pritur. Nëse ti banon në një pallat sot, po në një lagje dikur po në një pallat, dhe afron koha e drekës, dhe ato kohën e drekës ose vaktin e drekës e kanë të vonuar, sepse presin që të vijë dhe gjinia mashkullore, pra babai ose vëllezrit të prezantojnë shtëpi dhe të hanë gjithë së bashku, pra që gjithmonë është pas orës 4, në 5, në 6, ndoshta mund të jetë dreka që të mblidhen të gjithë në sofrë. Tjetë sofra përbashkët. Dhe ty të bjen zilja e shtëpisë. Dhe unë këtë e kam ngjarje personale, domethënë fillimisht nuk e dija. Zilja dhe çfarë ka gatuar në shtëpi, nuk është kusht që të ketë gatuar një gatim tepër mahnitës. Ore mund të jenë edhe patate të skuqura, ato çfarë ka gatuar për vete, do ja ofroj diçka dhe fëmijëve rreth e qark. Nëse kemi të bëjmë me një pallat me 4 hyrje, të paktën ai kati do ta ndrojnë nga një. Pra i shkëmbejnë, po themi, ushqimet e gatimet. Po flas në mënyrë të përditshme. Në Ramazan po e padiskutueshme, por po flas në mënyrë të përditshme. Ti nga këtu ti nuk ndjehesh i huaj në atë vend. Kur akoma më shumë vjen në sferat fetare, askush ty nuk të thot kush shiko se ti je i huaj, ose ti nuk e kupton këtë pjesë siç mund ta kuptojnë arabët. Ti nuk je as pak i paragjykuar.
se ka dy elemente, edhe elementi kulturor I tyre, po dhe feja vetë këtë dimensionin e të huaj nuk e konsideron. Ky elementi kulturë këtu ose kultura e popullit ka ardhur si pasojë e fesë, po themi në rastin konkret. Ndaj këta njerëz, sepse janë të shumt, domethënë ne përmendëm disa që janë të sferës fetare. Po për shembull, për atë që shef Damaskun, Damasku ka dy sheshe kryesore. Sheshi Abasidëve dhe sheshi Omejadëve. Ajo që na paraqitet në si vizion, si pamje është gjithmonë pjesa Omejad ose sheshi Omejad. Sa e ka qenë periudha, po themi, e zhvillimit kryesor të Damaskut. Po e kanë bërë për nder ato se atje ku është sheshi, domethënë dikur ishin fshatra për Damaskun, nuk është Damasku I vjetër. Dhe në sheshin Omejad ka një simbol që ata I quajnë shpata e Damaskut. E di se kush e ka bërë atë shpatën e Damaskut, që është në mes Damaskut ajo. Një shqiptar, një arnaut. Arkitekti I saj është një shqiptar. Pra nuk kanë ata asnjë lloj paragjykimi që të thojë domethënë se ky është sepse kanë entitete të ndryshme, po me kohë nuk e kanë ato që shikoj se ky është çerkez, ky tjetri është rus, ky tjetri është shqiptar. Le të jetë çfarë doj. S'ka asnjë problem. Ti je I mirëpritur. Ti je I mirëpritur dhe kanë një shprehje ato që thonë mjafto të jetojsh domethënë me edukat. Pra për sa kohë që ti nuk të cënon edukatën, sigurim po edukatën e të tjerëve, ti je I mirëpritur këtu. Qofsh çfarë të duash ti. Dhe këta njerëz e gjetën veten lirshëm. Pra, Sulejman Gavoçi, Zoti e mëshiroft, në ato që njihet ndryshe si lagja e shqiptarëve në Damask, askush nuk e pengoi që të ndërtonte xhaminë e tij, xhaminë e shqiptarëve, se thash xhaminë e tij. Xhaminë e shqiptarëve, me të vërtetë që në përmasa një xhami e vogël, sepse ishte me fondet atyre njerëzve aty, askush nuk e pengoi. Askush nuk e pengoi që në xhami të flitej shqip, në xhami edhe të ligjërohej shqip. Absolutisht. Nuk kishin asnjë lloj problemi. Pra, ka qenë një xhami po thoni që është ligjëruar shqip në kohë të hershme, se sot është në arabisht. Po, normalisht. Do thotë që ata që emigruan vazhduan ta kultivonin, po themi, gjuhën shqipe në komunikim me njëri tjetrin? Me patjetër. Për sa brez ose për sa vite ka qenë? Ja, unë po t'jap një rast konkret. Një ndër niprit e Shih Elbani, që kam njohje personale me atë, pra djali I vllajt konkretisht, djali I vllajt, sot është I moshuar, është tek 80 vjet. Thot pakënaqësia ime ndaj Hoxhës, thot është se nuk na lejonin të mësonim shqip. Jo shqiptarët, po ishte vizioni I Hoxhës. Thot kur fliste me babain tim ose kur flisnin si vëllezër, ata kur donin që ne mos ta kuptonin diçka flisnin shqip. Ndërsa për ne thonin mos u mëso, thonte Hoxha shqipen, se duke I lidhur me gjuhën kam frikë se mos rikthehen dhe ne kemi ardhur këtu, kemi bërë emigrim. Pra mos të lakmojnë dhe një herë tjetër për të rikthyer andej nga I kanë rrojët, domethënë, por të jetojnë këtu sepse kemi bërë ne një zgjedhje që këta të jetojnë këtu. Kanë folur, flasin shqip. Pra ka familje në atë lagje zakonisht aty ku kanë jetuar, në divanie quhet ajo. Aty ku kanë jetuar dhe ata që jetojnë në lagje e ruajnë edhe sot kësaj ditë. Edhe sot mund gjemirës që po brezi I vjetër të gjithë e ruajnë shqipen. Madje ajo që përcillet ose që kam dëgjuar nga fëmijët e Shih Abdulkader Arnautit, thot nëna ime thot në shtëpi, pra Shih Abdulkader Arnauti emrin në dokument ai ka Kadri Sokoli. Thot nëna ime nuk I thirrte Abdulkader, se ai I shquar në gjithë botën islame si Abdulkader Arnauti. Arnauti domethënë si një mbiemër shqiptar, e kupton? Ndërsa mbiemri I tij real ishte Sokoli, Kadri Sokoli. Thot nëna jo vetëm që flisnin shqip, domethënë, dhe nëna e këtyre domethënë bashkëshortja e Hoxhës është lindur në Damask. Dhe Hoxha ka shkuar I vogël, thot po jo vetëm që I flisnin shqip ose komunikonin shqip, por edhe kur e thriste I thonte o Kadri. Pra thoshte me emrin shqiptar. Totalisht shqip domethënë kjo. Pra këta njerëz nuk u gjendën kurrë. Pra s'kishin atë presionin për t'u asimiluar ose për të fshehur diçka nga origjina, nga identiteti vet, përkundrazi këto elemente ndoshta pasuronin jetën në Damasku. Gjithsesi lëvinte me një identitet plus dhe me një po themi aspekt dhe veçanti plus për atë shoqëri. Sirianët të asimilojnë me mirësjellje.
domethënë me atë të asimilojnë. Unë po përmend një rast, një ndodhi personale. Sirianët kanë një zakon se duhet i dish këto zakon, se po si dite nuk e nga i kupton. Kanë një zakon që kur kalon një xhenazë në rrugë, të gjithë të zotët pronarët e dyqaneve duhet të mbyllin qepenin derisa të largohet xhenazja. Pra ti nuk do ta pasosh atë xhenazë, nuk je pjesë, ama ti do të dalësh para dyqanit edhe nëse je në shitje, ta ulësh qepenin. Është nderimi për xhenazën. Dhe një shok i imi, Arnaut, zoti më shirov se është vrarë atje, më thot, po mirë, unë nuk e dija zakon. Dhe unë punoja në një dyqan, pra edhe studioja, por edhe punoja një pjesë të kohës time. Dhe nuk e dija, nuk e mbylla. Ndërkohë që përballë me mua, si isha përballë ndonjëherë domethënë me këtë fakt, ishte një supermarket goxha me nam në atë dhe ja uli qepenin, pra kishte elektrike, uli qepenin, ndërkohë që unë hiç. S'e kuptoj çfarë ndodh. Jo, nuk e dija, domethënë. Ai pasi përfundoi me xhenazën, vjen dhe më thotë mua, po, a nuk vjen turp se ti je edhe hoxh, thotë si. Thash unë, po pse çfarë ndodhi? Po pse kështu i respektoni thotë njerëzit ju atje në Shqipëri? Pra, kjo është diçka që ty nuk të ka shkuar ndërmend. Pra, ai e kishte në kontekstin e shakas, sepse ishte kontekst shoqëror, dhe i them Ahmed, ore, çfarë kam bërë? Thotë, po ne nuk e kemi zakon që kur kalon xhenazë duhet ta mbyll, domethënë, ky ka mbyll jetën, ndërkohë që ti vazhdon domethënë me jetën e kësaj bote, respektoj se ky është larguar nga jeta e kësaj bote. Pra, sirianët ta asimilojnë në disa gjëra, po ta asimilojnë me mirësjelljen e tyre, se këto janë gjëra që ti nuk i thua dot jo. Por jo sa i kërkon prej te, domethënë unë kam takuar Arnaut në Siri që nuk ruanin as pak gjuhën. Se thash, tani është edhe kohë e largët, se po bëjnë nga 100 vjet ata që kanë emigruar. Leja ato të viteve 1800, ato janë akoma edhe më shumë. Ama kanë akoma gatime shqiptare, me emërtime shqiptare, ose me emërtime jo lala, jo tata për shembull. Pra kanë gjurmë të qarta dhe këtë nuk e kanë bërë se ndoshta kanë patur sensi për ta fshehur origjinën, po nuk ka qenë mundësia për ta kultivuar. As pak, nuk janë përsekutuar, as nuk i është bërë kurrë me shenjë. Aq më tepër që të themi të drejtën, për hir të vërtetës kjo, që shqiptarët kanë qenë një kategori e respektuar në shoqëri se kanë patur prurje të mira, domethënë pra ka qenë krenar për origjinën e tyre në familje dhe kjo i nderonte. Domethënë në shoqëri, pra nëse flet në fushën e shkencave islame kanë patur, nëse flet në fushën e inxhinierisë kanë patur, nëse flet në fushën e letërsisë kanë patur, nëse flet në fushën e mjekësisë kanë patur figura. Edhe në fushën e shpatës kanë patur jo pak, fushën e ushtrisë. Jo, patjetër që po. Patjetër po. Në çdo fushë kishin. Mua më kujtohet një rast kur rastësisht kam njohur një Arnaut, nuk e di nëse jeton ose unë e kam njohur shumë të vjetër. Ai ishi i dëmtuar, pra shikimin e kishte thuajse zero, domethënë. Dhe shkoi, pra kishte një dyqan të vogël, shkoi për të blerë diçka, mirëpo nga që sa herë shkoja në xhami, kur kthehesh aty kisha dëshirë e bleja nga diçka të vogël. Dhe një herë për herë më pyet sepse janë njerëz që futen në muhabet shumë normal. Nga jeti më flet. Edhe i them unë nga Shqipëria. Pra ai siç ishte i ulur kështu thotë u ngrit. Nga Shqipëria? U habita dhe çpati. Po, edhe e futi dorën në xhep. Nxorri portofolin dhe nxorri kartën e identitetit sepse shënohet në kartën e identitetit Arnaut. Edhe komsia, pra origjinale. Shënohet komsia Arnaut. Edhe unë tha jam Arnaut. Dhe normalisht që unë krijova njohje me të dhe i them nga cili vend, thotë ka emigruar gjyshi im këtu. Thotë nuk e di, nga Shqipëria thotë jemi, domethënë nga Shqipëria, po nga ç'vend i Shqipërisë fiks nuk e di thotë të them. Thotë sepse ka emigruar gjyshi im, pra ai kur e kam njohur unë ishte mbi 72 vjeç. Babai i tij mund të kishte shkuar shumë i vogël, pra kishte 100 vite atje. Ka emigruar gjyshi thotë. Ama kur bëhej fjalë domethënë sërish për shqiptar, prapë ishte krenar. Dhe si për të na respektuar, ne ishim disa studentë që jetonin pranë shtëpisë së tij. Thotë, unë kam pas përdorur një emër për ta, Umer, domethënë, jo emrin tim Gentian, ishte i vështirë për arabët, dhe më thotë Umer, nesër për drek me babën më zgatuni gjë se drekën e keni tek unë. Mirë, ne ishim 4. I them unë Xha Mahmud jo, vallai thotë, e kam bërë një jetë për shpirtin e babës dhe të gjyshit tim. Në rregull. Dhe
shkoj të nesërmen, pra bashkë me këta shokët, për tek shtëpia. Ai na nxjerr ato tenxhere të mëdha, thot merrni këto, ke shtëpia tani. Unë ndjem pak në siklet se thot merrni tek shtëpia, kur ti përfundoni, ju amanet e keni, domethënë pash Zotin mos i lani. Pash Zotin thot mos i lani sepse du ta marr sevapin në mënyrë perfekte. Me ato gatime që ai kishte bërë, domethënë me 3-4 ditë duke ngrënë me to. Dhe kur ja dërgoj, i them unë na bëre me turp. As pak thot me turp. Nëse do ju merrja për drek, ju do konsumoni ta drekën tek unë, ndoshta edhe pak të ndrojtë të turpruar, kurse kështu thot, as pak me turp. Dhe e përsëriste her pas here. Do thonë kjo është për nder të babait dhe gjyshit tim. Pra përse po e bënte? Sepse gjeti disa shqiptar. Rastësisht, domethënë, ishte një zonë që nuk banonin as student aty, ishte pak e largët. Ai gjeti disa shqiptar aty. Pra e kishin atë, është ajo lloj ndjesie dashurisë, njeriu nuk din se si ta përshkruaj. Është e brendshme ajo, nuk e instaluar. Pra, me çka po kuptoj, pra kush ka qenë në atë vend, ka kujtime të bukura pavarësisht, po themi, statusit, a ka qenë student, a ka qenë tregtar, a ka emigruar në kohë të vështira, po në kohë, po themi, të mira. Po gjithsesi, nuk janë, po themi, të pakta dhe kohët dhe periudhat ku Siria ka kaluar ditë shumë të vështira, ndoshta dhe regjime diktatoriale, ndoshta dhe regjime, po themi, dhe vrastare. Kemi shkputje shumë të shkurtë dhe flasim pak dhe për këtë periudhë. Pra mi shihemi pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim për Shamin në përgjithësi dhe duke u ndalur tek Siria si zemra e Shamit, si zemra e shumë civilizimeve, ku shumë shqiptarë kanë gjetur gjithashtu një streh në veçantë, jo vetëm në rast të emigrimit, siç kanë qenë shumë familje me emër, po edhe për studime, siç kemi rastin e Hoxh Gentianit, ku ka jetuar disa vite aty. Por siç thash, Damaskun, ku ne u ndalëm në bisedën tonë, duket që rezaton mirësi edhe zhvillim. Po gjithashtu kohët në cilët ka kaluar dhe po kalon janë kohë shumë të vështira. Çfarë mund të themi për këtë periudhë të errët të Sirisë? Unë do ta përshkruaja me një fjalë të një njeriu të dijes në ditët e sotme që vazhdon të jetojë, Hoxha i nderuar Kurreim Raxhi, që i ka kaluar të 100-tat, thotë kam jetuar pushtimin francez që i është bërë Sirisë. Pra po flasim për 100 vjeçarin e kaluar. Dhe ka kaluar domethënë në moshë të re, ka qenë rini, nuk është se ka qenë fëmijë. Sepse në 1946 ka marrë pavarësinë nga Franca. Dhe kam kaluar thotë të gjithë regjimin Baathist të Hafidh el-Asad dhe ata të cilët i kanë paraprirë e tij, por dhe djalit që mbylli domethënë Besharit. Thotë nuk kam parë ditë më të egra se sa ditët e babait dhe djalit. Nuk kam parë ditë më të vështira. Pra aty ku doli dhe termi pra me marsin e 2011-s nisën revoltat që shumë shpejt u shndruan domethënë në protesta të përgjakura dhe Hoxha është një prej tyre që u detyrua të largohej nga Siria duke thënë një fjalë që duhet mbahet mend, tha që të dal me fëmijët e mi në dyert e një xhamie duke lypur është më e ndershme se sa të jetoj domethënë në këtë vend, në këtë regjim, ishte fjala, se sa të jetoj në këtë regjim me gjitha privilegjet, por pa krenari, pa dinjitet. Për sa vite vazhdoi kjo diktaturë e familjes Asad? Që filloi ashpër janë vitet 80, pas viteve 80. Që filloi ashpër, sepse në vitin 1982 kemi masakrën e qytetit të Hamas. Aty dha provat e para regjimi. Kjo është dhe periudha që Shih Albani largohet nga Siria. Shih Shuaibi largohet nga Siria. Shumë hoxhallar vendas patjetër, por po flas edhe për hoxhallar të cilët kishin një përkatësi tjetër që ishin dhe shqiptar. Po hoxhallar vendas kanë vdekur
jashtë Sirisë, sepse nisi për ndjekja, nisën me disa ligje anti-njerëzore. Tubimet pas namazit ishin të ndaluara totalisht. Pra në një xhami, nëse po flasim ligjërisht, po pavarësisht se çfarë veprohej më vonë, në një xhami nuk lejohet të rrinin më shumë se 3 veta pa një leje. Pra thjesht fal namazin edhe ik. Në shërbimin ushtarak që e kishin të detyrueshëm, e kishin ndaluar namazin, e kishin ndaluar agjërimin. Ose më së paktën nuk e lejonin publikisht, nuk lejoi një diçka e tillë. E shumë. Ai ishte një regjim që bëri masakra, po themi, të mëdhaja, të cilat normalisht e rënuan atë djep të madh kulture dhe civilizimi. Duket sikur ajo periudhë ka mbaruar tashmë erët dhe Sirisë i del një sfidë shumë e madhe, një sprovë shumë e madhe për tu reintegruar tashmë. Duke qenë se bashkëshortja juaj është siriane, dhe ju i ndiqni edhe për këtë interes, nëse mund të themi, zhvillimet atje. Sa optimist jeni se Siria do të jetë sërish një djep i kulturës, një vend i zhvilluar dhe një hapësirë ku do mirëpres vazhdimisht kultura të ndryshme dhe do ofroj zhvillim për vendet e tjera? Regjimi Baathis ka zgjatur rreth 63 vite. 63 vite ka krijuar kuadrët e vet, ka investuar njerëzit e tij, sepse investimi më madhështor që mund të bësh është investosh njeriu, domethënë, ta arsimosh njeriu, ta specializosh njeriu. Dhe normalisht që kjo është sfidë në vete, sepse pra ka kuadra që janë të brumosur me atë frymë. Ose e shohin që ajo ishte zgjidhja e vetme, sikurse edhe në vendin tonë, domethënë, ne jetojmë në 2025-ën dhe gjen akoma njerëz të cilët kanë kaluar regjimin komunist dhe jetojnë sërish që shikose kishte të mira. Nga çasti që ty të mohohet të përdhoset dinjiteti, asnjë të mirë nuk mund ta ketë më regjimi, asnjë të mirë. Dhe ajo ka ndodhur edhe me Sirinë. Sheikh Kurei Imraxhi pati thënë një fjalë kur akuzuan që në mesin e xhamive tuaja, pra aso kohë pa dhënë një deklaratë Bashar al-Assad, keni terrorist. Dhe i tha, ju kundërpërgjigj duke thënë, i nderuar president, kemi 40 vite që nuk kemi asnjë ndikim në arsim. Asnjë ndikim nuk kemi në arsim. Nëse janë prodhuar një brez terrorist, jeni ju përgjegjës, sepse keni 40 vite që ju domethënë edukoni, dhe nëse janë terrorist, jeni ju përgjegjës. Siria dhe domethënë si e shoh unë, jo vetëm nga pjesa e dëshirës, por duke njohur kombin dhe popullin sirian, që është një komb që e vlerëson vatanin, e vlerëson shoqërinë, e vlerëson fenë, e vlerëson fqinjin, është mikpritës, është bujar. Duke njohur këto virtyte të tyre, kam shumë besim se një kohë shumë të shpejt, por shumë shpejt, do të ndërtojnë vendin e tyre. Dhe duke përqendruar dhe tek fakti që janë njerëz punëtor, nuk janë njerëz që presin nga të tjerët, në mënyrë kategorike. Janë njerëz punëtor, janë njerëz që lëshojnë dorën për vatanin e tyre. Pra, në krizën energjetike që përjeton Siria, që në këto muaj është bërë goxha, domethënë duke ndjekur dhe duke biseduar me njerëz atje është bërë goxha, doli një sirian, biznesmen kuptohet, me energjinë solare dhe i garantoi shtetit më zgjidh një bashki, pra një qytet ku dëshiron, ta mbuloj të gjithë qytetin, pra e keni dhurat nga unë. Do vi me ekipin tim, do e mbuloj të gjithë qytetin me energjinë solare. Sepse besoj që Siria ka dhe një potencial shumë të madh dhe jashtë vendit të vet, pra për shkak të kohëve të vështira që ka kaluar aty, shumë njerëz janë detyruar të emigrojnë. Edhe kanë zhvilluar goxha potenciale edhe jashtë Sirisë. Kanë biznese sepse janë njerëz të biznesit, domethënë kanë biznese të majme, po të gjitha këto biznese janë gatshëm për të investuar. Kanë interes për të kthyer në vendin e vet dhe për ta rindërtuar atë. Edhe nëse nuk janë të gatshëm për të rikthyer, se kjo është e vështirë për ta thënë, se nëse dikush ka 50 vite, pra unë njerëz që kanë 50 vite në Arabi Saudite.
Tash pas 50 viteve ti nuk mund t'i kërkosh familjes që nuk ka jetuar asnjë ditë me Sirinë, për vetë faktin se ishin dhe të ndaluar për t'u rikthyer atje, por janë të gatshëm për të investuar për vendin e tyre. Janë të gatshëm për të investuar për vendin e tyre. Kudo që janë. Ndërsa ata të cilët kanë emigruar për shkak të trazireve dhe luftës, 90% e tyre shumë shpejt, në shumë pak vite, të shohësh se do rikthehen në vendlindje. Pra qofshin mjek, qofshin inxhinier, qofshin specialitete ndryshme. Unë njoh njerëz edhe në Shqipëri me specialitete të ndryshme, edhe në Shqipëri, që këtu kanë ndërtuar një lloj stabiliteti ekonomik me patjetër, sepse kanë profesione të mira. U befasova kur njëri prej tyre, domethënë, shumë shpejt kërkonte rikthimin në Siri pa u shkërputur nga Shqipëria, por rikthim të paktën thotë të rikthej familjen që të jem totalisht i lidhur domethënë me Sirinë derisa të gjej një mënyrë se si të arriti mbaj dy vendet, sepse duke qenë dhe njerëz paqësorë dhe aty ku shkojnë, domethënë janë njerëz që kënaqen, pajtohen me jetën. Pajtohen dhe kush pajtohet me jetën jeton. Por vendin e tyre e vlerësojnë jashtëzakonisht. Kështu që nuk e lidh transformimin e Sirisë ose të ardhmen e Sirisë, nuk e lidh me emra, absolutisht. Pra personalisht nuk e kam shpresën tek presidenti apo qeveria në mënyrë kategorike, jo, por pas zotit gjithësisë tek populli sirian vetë, sepse sirianët nuk u ngritën për të kërkuar të drejtat e tyre që të vinte Ahmed Isher, që ishte i panjohur për gjithë ata, ndoshta edhe sot e kësaj dite mbetet i panjohur, por u ngritën për vetët e tyre, për familjet e tyre, për fëmijët e tyre, dhe njerëzit të cilët kërkojnë të drejtat e tyre, këta njerëz luftojnë deri në pikën e fundit, dhe lufta më e madhe që bëhet është lufta e ndërtimit, të ndërtojsh. Pra edhe pse diktatura zgjati për 6 dekada, nuk arriti dot që t'ia dëmtonte këtë filtrin e një populli që e do lirinë, e do dinjitetin dhe ka kapacitetin për tu ringritur. Hoxha, të falenderoj shumë për këtë bisedë, për këtë panoramë të Shamit në përgjithësi dhe të Damaskut në mënyrë të veçantë. Ju faleminderit juve. Pra miq, këto ishin minutat e takimit sotëm. Shpresojmë që ai vend të rindërtohet, pasi sa më tepër paqe të ketë në botë, aq më mirë është bota. Ndryshe nga ç'përpiqen grupe të ndryshme që shpesh të prodhojnë kriza, të prodhojnë luftra për të përfituar nga këto situata. Ne besojmë tek e kundërta, duke qenë se atje ka jo pak po themi shqiptar, arnaut që quhen, të cilët kanë kontribuar për atë vend dhe gjithashtu na bëjnë krenar për atë që kanë arritur atje. Unë falenderoj për vëmendjen, jemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi sa mirë.